Mirë u gjeta gjithëve, e shumë faleminderit për respektin që na pritët sot, edhe ndjes ndoshta për orarin jo të duhur për shkak se sapo kam çelur iftarin një pjesë e besimtarëve dhe urimet për të gjithë besimtarët për musliman, duar muajin e Ramazanit dhe qoftë i pranuar agjerimi se cilit për ju. Ervine, shikon, jemi shumë. Dhe kjo është thjesht një pjesë e hajkës, sepse Librazhi ka një komunitet shumë të madh në të gjithë qarkun e Tiranës, jo vetëm në Bashkinë Tiranë, jo vetëm në Sinj, por edhe në bashkitë e tjera, edhe në Kamës, edhe në Borë, edhe në Kavaj, edhe në Rogozhin. Dhe unë jam shumë krenar që në këto 20 vite antari i Kuvendit të Shqipërisë kam qenë deri në këtë mandat përfaqësuesi i Librazhit në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë një nder dhe padyshim edhe rezultatet që më keni dhënë më kanë bërë të jem më i fortë dhe kështu do doja që në këtë mandat që ne fillojmë në 11 maj, Partia Socialiste këtu në njësinë 1, Bashkia Tiranë, por dhe Ervin Hoxha si deputet i kësaj zone, të kenë një mandat të fortë. Tani, përse flasim ne për një mandat fortë? Se besoj që të gjithë e dim që nuk ka ndonjë diskutim apo dyshim që Partia Socialiste fiton 11 maj. Se shok tu nga kanë ardhur sa miq demokratë. Që kemi pas demokrat dikur. Apo ja. Arsyeja pse kanë ardhur gjithë është që natyrisht në sot në atë kandarin e politikës nuk ke një forcë tjetër apo një ekip tjetër që të konkurojë Partinë Socialiste. Është një pasqyrë e qartë se si ajo që ka mbetur nga dikur Partia Demokratike është po e njëjta dhe ka ardhur me të njëjtin ekip Tiranë si në 2013. Aty ke Fatmir Mediun, aty ke Nard Ndokun, aty ke Josefina Topallin, aty ke gjithë ata që shoqëruan Saliun në humbjen më të thellë, se më thella do vi. Po humbja më e thellë ishte në 2013. Më e thellë akoma do t'jetë në 11 maj. Pra, çfarë ekip? Imagjinoni tani, ekip e Kujtim Xhusin dhe me Selemi Enesherin, edhe pse këta dy tash kanë dalë pak naç. Partia Socialiste e Shqipërisë vjen në këtë përballje elektorale para popullit shqiptar me një propozim konkret. Thotë, voto Partinë Socialiste që në pasaportën tënde në këtë mandat të shkruhet Republika e Shqipërisë, Bashkimi Evropian. Aty në krye të pasaportës. Është një betejë për cilën është punuar pafundësisht gjithë këto vite dhe tani jemi në momentin e fundit që presim të marrin bulën për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dikush do thotë, po mund ta bëjë edhe atje, kush do ta bëjë atë? Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që njerëzit ta përdorin mirë kandarin 11 maj. Dhe këtu nuk bëhet fjala përsëri për të fituar Partia Socialiste, mbesoni për këtë. Unë ju garantoj edhe si drejtues politik i diasporës që diaspora do të jetë një uragan i madh, se pyetja është përse i duan Partisë Socialiste 84 vota në këtë mandat të ri. Po unë jam njëri nga ata që mund t'ua tregoj më mirë se kushto tjetër hallin që ke në parlament, po si ke 84 vota, s'bën dot as reformë.
Imagjinoni për të lejuar votët e diasporës, na u desh negociojmë 3 vjet me ata, se nuk e çon, dhe njëri ishte Luli thoshte po sot nesër ta dritë Saliun s'merret vesh, se ne këta duhet vazhdojmë negociojmë për të bërë reforma të Bashkimit Evropian. Prandaj do Partia Socialiste që të marrin 22 mandate në Tiranë, sinqerisht. I ka gjitha mundësi Partia Socialiste të luftojë edhe për mandatin 22 në Tiranë. Sepse e vërteta është që Tirana është shembulli i transformimit punës Partisë Socialiste e Edi Ramës. Ju falenderoj me shumë për ulje, edhe për mbështetjen që keni dhënë mua personalisht, një pjesë e jush kur atëherë keni votuar në Librazh, po sot do e quaja për shumë faleminderit, për shumë mirënjohje, që sot votoni për Partinë Socialiste numër 5 dhe votoni për Ervinin si deputet në SISMI. Ju falenderoj të gjithë nga zemra për këtë takim kaq të zjarrt dhe kaq shpirtëror. Falenderoj Ermanin në radhë parë për organizimin e këtij takimi. Falenderoj me mirënjohje dikur efrorin tim, ministrin tim, Taulan Ballën, sot kolegun tim, dhe të gjithë të pranishmit që keni ardhur për të më mbështetur në këtë sfidë, në këtë garë, dhe besoj bashkarisht do të jemi krah Partisë Socialiste, krah mandatit 4 të Partisë Socialiste me në krye Edi Ramën. Neve sot luftojmë për një mandat 4, për mandatin më të fuqishëm të Partisë Socialiste, ku gjithçka që është bërë deri më sot të bëhet dhe më mirë, ku ne bashkarisht do përmirësojmë të gjithë kapacitetet, ku ne presim lajmin më të madh në 2027 për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Kështu që unë ju falenderoj nga zemra për mbështetjen, për pjesëmarrjen tuaj. Sot është një ditë ku ju mund të ishit me familjet tuaja, po keni ardhur këtu në këtë ditë pushimi për të më mbështetur mua, Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Shumë faleminderit.